Sa më tani via via, o është Kosova, o është Shqipnia. Dhe si zemër qifte lia, o sa e madhe, o është Shqipnia. Jeri është knaqësi që komuniteti Amerikan Shqiptar janë bashku që me mojtë për festim, se me vërtet ajo në ata që kanë sakrifisu, kanë bërë sakrifisat moja për përveçsinë e Kosovës. I gjo që ka kënë i andër, u realizu, me munin, e punën, e djercin, e hakun, e gjakun, e komunitetit tonë. Ishte i mërkulli që i mund të apestojmë këtë ditë së bashkët. Këtë mesazhin që e kam për Kosovën, është kosovarëve që jetojnë atje, mos kini dëshirë se nuk i kem harru, nuk i sjellim shpinën, ala kem punë që të punojmë së bashku. Sa i përket gjeverisë e Kosovës, mesazhi i gjeverisë, t'ju lutem, bashkëpunoni në interesin e popullit, reinforce the rule of law, end corruption, put the interest of the people first before yours. We have a big burden on our shoulders and a responsibility. There has been too much of an investment from outside for the foundation of Kosovo, and it's up to us to make sure that we deliver and we show that we deserved and earned that sacrifice and investment they made in our people. Qanë nullë e si veprim Kosova është më rëndësi për gjithë shqiptarë që jetojnë në Ballkan, si në Macedoninë, Presev, në Qëmri, edhe në Malzi. Shumë rëndësi që të sjellim atë vend e të vejmë në atë rend që duhet me kenë, vetëm për para. A mendoni se komuniteti shqiptar amerikan mund të bëjë më shumë për forcimin e lidhjeve midis Shqipërisë, Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë besoj se detyra në të takon neve që jem jashta asaj Ballkanit, që kem në interesa, kem njëfsin, kem miq në Washington, në Gjermani, në vendet e tjera që kem nevojë supportin e tyre edhe që të punojmë së bashkut për interesin e botës, e Ballkanit, që bina i vend paqë e të ecim përpara. Mos t'i harrojmë shqiptarë që kanë met në vende tjera. Unë me dëshirë me qef, sa ma parë që t'i vizitojmë ata trujet e shqiptare, po përpresim për i ditë që t'a realizojmë i takim të vlerëshëm, që jo sa me shku e me i ba takime tërbime, e me marrë në i fotos bashkut, po me vërtet me kry i vepër, i punë, për komunitetin tonë që kemet e sin Malzi, sin në Qëmri, sin Kosovë, sin Shqipni, në gjithë veneve. Së bashkut, se keni fitu, keni sakrifisu, keni ba sakrifisat mlaja me gjak e me dirës. E gëzoni gjithë shqiptarët në botë, kudo që tjetë.